Java që lan pas ishte e rëndë për ish presidentin Hashim Thaçi, pak ditë pasi vizitoi babain e tij, Haxhiun, mori lajmin e kopshëm për ndarjen e tij nga jeta. Me gjithë kërkesat e familjarëve, Thaçi nuk ju lejua pjesëmarrje në varrimin e tatit, të cilit ju dha lam të mira e fundit të martën në buroj. Deri dje gjykata speciale e mbajti Thaçin larg këtij momenti prekës dhe të rëndë për familjen, duke sjellë dje në Kosovë nën masat e rrepta sigurie. Ndalesa e parë u bë në buroj, pranë varrit aty ku Thaçi vendosi një kuror lulesh. Në shoqërimin e disa policëve dhe pjesëtarëve të Euleksit, Thaçi megjithatë ishte i vetëm në atë moment prekës. Ai më pas u përcoll për në buroj në shtëpinë e tatit, ku ju lejua takimi me nënën dhe bashkëshorten, për të bartur më pas në zyrat e Euleksit në Prishtinë. Në seancën e radhës pas një sesioni pushimi disa javor, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi do të dalin përballë trupit gjykues të hënën e 24 marsit. Seanca është njoftuar të fillojë që në orën 9 të mëngjesit.